Në Prizren, mulliri vjetër i familjes Gërmizaj Mulliri Tabakanës është mulliri i Adem Aga Sokolit, që ishte një pasanik i kohës dhe që në pronësi ka pasur edhe objekte tjera me vlera të larta arkitektonike, estetike dhe etnologjike, si për shembull shtëpia tradicionale. Mulliri është ndërtuar në shekullin 18 dhe është renovuar disa herë gjatë periudhave të ndryshme kohore. Mulliri ka të gjitha elementet e një mulliri tradicional të Ballkanit, kurse ajo e veçanta që pos bluarjes mulliri Tabakanës gjendet brenda kompleksit të tabakave për punuesit të lëkurës, atëherë edhe ky mulli ka marrë emrin mulliri Tabakanës. Kompleksi Tabakanës gjendet në anën e djathtë të lumit Lumbard në mes të xhamisë Ahmet Beut, Mustafa Pashës dhe ndërtesës së Beledijes. Maliq Gërmizaj pohon se mulliri Tabakanës në Prizren ka mbi 300 vjet, thuhet sipas historisë, se fillimisht ishte në pronën e Soziot e pastaj kaloi në Adem Aga Sokolit. Ma herët kun punu punë shtetit, mirë po tash pas luftës një mulli. Pa për momentin i vetëm unë jem që kumet, në realitet jonë edhe dy në Kurrë në Ralin i thënë, po ata jonë bërë restoran e dyjat, për në qakullim i vetëmi që kjo është. Ka fillu tash prap, kam fillu më vedi, se sa do kudo ndryshë është mënyrë me ujë ku qka që bluhet, mënyrë naturale, se sa që artificiale. Kam fillu tash, pak a shumë, kam fillu pak ma të interesuar. Nuk duhet haruar se procesi bluarjes tradicional është pothuajse e zhdukur fare në këto treva, ndërsa në Prizren është i vetmi mulli që është ende në funksion, kur dihet se Prizreni vetëm gjysmë shekulli më parë ka pasur mbi 15 mulli buzë rrjedhës së Lumbardit. Nuk ka ku me çfarë fitise, por sa do kudo pak edhe kohën e humbim, edhe diçka del. Ai s'po ka për trite, më për man mosh. Me krahasimin më të hershëm ka dallim të madh, sepse më herët do thotë nuk ka pas mulli me rrym. Jon konkret në mënyrë natyrale 11 mulli në qëtë lumuni ku mri, ndoshta plesh më herët thënë diku na për 19 jon kon, në qëtë lum krejt. Për momentin i vetëm unë ku mbet. Po dyshë kjo është në mbrojtje që është nga viti 1956, në monumente historike. Ashtu që i vetëm që kjo është, për momentin. Tash ma vonë ndoshta bëhet diçka, po s'ma merr mendja. Arkitektura Tabakanës është ndërtuar sipas nevojës së teknologjisë së punës, me qrasht është shfryzuar lumi që kalon aty pranë duke ndarë një pjesë të saj në formë të kanaleve për nevojat e tyre. Mulliri vjetër i Tabakanës ka rëndësi të madhe etnografike dhe arkitektonike. Ajo e ruan pajisjet origjinale të kohës, njëherët edhe procesi bluarjes është tradicional, duke shfryzuar fuqinë e ujit për përkimin e gurve që bën bluarjen e dritrave. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.